Këto janë disa nga rreziqet që ju kanosen nga qëndrimi ulur gjatë gjithë ditës. Kur qëndrojmë ulur për orë të tëra, trupi ynë mezi pret të lëviz përsëri. Kjo mund të tingëllojë absurde, pasi teorikisht trupi ynë kërkon relaksim dhe pushim, por ky është realiteti. Pushimi i shkurtër është sigurisht i nevojshëm për të rikuperuar nga lodhja, por megjithatë, orët e gjata duke qëndruar vetëm në një vend pa lëvizur mund të sjellin pasoja negative për shëndetin tuaj. Mund të shkaktoj apnea të gjumit. Kur qëndroni ulur për orë të tëra, graviteti dhe ulja e qarkullimit të gjakut mund të shkaktojnë mbajtjen e lëngjeve në ekstremitetet e poshtme. Pra, kur më vonë shtriheni për të fjetur, ky lëng transferohet në muskuj dhe indet e qafës dhe mund të shkaktoj ëndje. Shkencëtarët në Qendrën për Mjekësinë e Gjumit në Biologjinë Cirkadian në Universitetin e Torontos thonë se kjo e bën të vështirë për ju frymarrjen e ajrit dhe madje mund t'ju bëjë të ndaloni frymarrjen për periudha të shkurtra gjatë natës, duke shkaktuar apne të gjumit. Gratë që bëjnë një mënyrë jetese sedentare kanë më shumë se 2 fish rrezikun e zhvillimit të embolisë pulmonare, pra një mpiksje gjaku në mushkëri. Kjo ndodh sepse qëndrimi i ulur për periudha të gjata kohore redukton qarkullimin e gjakut dhe rrit shanset për formimin e mpiksjes së gjakut, të cilat mund të përfundojnë në mushkëri. Probleme me shpinën dhe qafën është një nga problemet më zakonshme që shkaktohet nga një mënyrë jetese e ulur, dhe ato që shfaqen me njerë si dhimbja e shpinës kur uleni në një karige për shumë orë pa u ngritur. Gjithashtu, shumica e njerëzve kanë qëndrim të dobët, veçanërisht kur punojnë para një ekrani, gjë që gradualisht çon në probleme me qafën.